Unë mendoj zonja Spiropali në aksionin e saj politik, jo domosdoshmërisht do të ishte një projekt politik, i ka munguar një sqarim i drejtë për drejtë me qytetarët. Unë do të kisha sugjeruar zonja Spiropali që të kishte tentuar të ndërtonte, si më thënë, një raport më të drejtë për drejtë me sheshin, me protestën, ose të kishte tentuar të vendoste një raport më konkret dhe më të qartë, ndoshta me atë pjesë të Partisë Socialiste që nuk janë pak, të cilët realisht mendojnë që ka ardhur kohë që Partia Socialiste të veprojë, mendojë dhe të drejtohet ndryshe, po thoni. Gjë që me sa duket ka munguar, pra nuk ka pasur një kohezion mes atyre njerëzve dhe ka shumë prej atyre njerëzve intelektual Partisë Socialiste që kërkojnë që Partia Socialiste të mendojë dhe projë të drejtohet ndryshe. Kjo nuk ndodhi dhe duket për shkak të kësaj mungesës së këtij kohezionit. Ndoshta për shkak se shumë prej atyre që janë në Partinë Socialiste, që janë antagonizëm me Edi Ramën, besuan më shpejt se ndoshta zoti Rama i ka ardhur fundi vetvetiu dhe ata s'do të bëjnë asgjë, thjesht do të presin radhën. Si më thënë, edhe kjo e amortizoi pak lëvizjen. Gjithsesi mendoj që ajo që bëri ditën e djeshme zonja Spiropali, në thelb thash edhe herë, i evidenton të gjitha problemet. Mendoj që mund të ishte është çështje zgjedhje, mund të ishte me një gjuhë më të ashpër, mund të ishte me shembuj më konkret, pra kur flasim për partinë shtet, ku vëret, kush është rasti i partisë shtet. Kur flasim për raportet jo vetëm të, si më thënë, me sa më mendoj, jo vetëm të raportit me drejtësinë, por edhe të raportit të moralit me atë që përballet Partia Socialiste. Pra kush është rasti? E ka fjalën për faktin që mbajtëm një tjetër standard për Erion Velien, dhe një tjetër standard për Belinda Ballukun, apo tjetër standard për Ilir Beqin dhe tjetër standard për Belinda Ballukun, apo çfarë? Apo një gjë tjetër që më mungoi pak te teksti, për shembull raportet që ka apo s'ka Partia Socialiste problematika në raporte me lidhje me krimin. Prandaj them që gjuha është kocka s'ka, po kocka thyen. Pra mund të ishte më i fortë politikisht, mund të ishte më shumë vëmendje, dhe ndërkohë që ka që prej ditës së djeshme që mënyra se si ky mocion u paraqit e bën më shumë, si më thon zonja Spiropali, njëri i cili duket se ka reflektuar disi, por akoma mundohet ta ruajë aurin e njeriu që u bë një lloj antagonizmi Partisë Socialiste, sesa si njeriu, si më thon, që realisht e vuri gishtin mbi plag dhe si më thon nuk bëri hapa pas në atë që nisi këtu 3 muaj më parë. Akuza nga disa socialistë jo brenda selis burimi thonë që në fakt ajo e djeshme ishte oksigjen, frymarrje për Ramën nga ana e zonjës Spiropali dhe një mundësi për të mos i lejuar zërat ndryshe të PS-s në fakt të bashkohen. A e shihni kaq ekstreme ndoshta në të kundërt nga qëllimi presupozuar i Spiropalit? Jo, nuk e besoj sepse Rama këtë rast me rrezikun për shembull që mund të krijohet një dyshje Spiropali me Nomelcore. Minimumi. Dhe pastaj hapet toja, kështu nuk e besoj, jo. Rama biles për mendimin tim as nuk e konsideron, ose thjesht ai është me vetë i sigurt që do të arrijë ta eliminojë këtë rrezik fare dhe të misionit sotëm. Ose të që bëjmë të pikërisht neve në këto misione e shkatrojmë minut Spiropali dhe me drejtë, themi çfarë vete morale ka kjo kur ishte një ministër që i lejonte Partisë Shtet të bënte atë ligjin absurd mbi shërbimin e jashtëm ku gjithë diplomatët duhet të rekalojnë në konkurs, në provim. Kush po logjika dhe ishte kjo që e mbart atë ligj. Ishte shpreha më ultime e Partisë Shtet, që është ai që vendos ku të jetë në funksionin publik dhe po të kesh 20-30 vjet diplomat, nuk i thosh më sepse Partia Shtet s'do më dhe të ndjerë. Kështu që Spiropali u largua pikërisht sepse Rama e hoqi nga që nuk i pëlqeu shumë që si mishte jashtme kjo po priste shumë për botë dhe po tregonte një tjetër si thuash imazh të vetes në kundërshtim me të Ballukut dhe prandaj e hoqi. Po që nga kjo t'i bëj Ramës kashillëk dhe që Rama e përdor të si imazh, nuk e